Kjo është një nga ato video që duhet ta shikosh deri në fund, sepse po ta mendosh mirë, ta prek xhepin direkt. Po lexoj një lajm që thoshte që nga ky vit, një grua në Shqipëri ka për dalë në pension 62 vjeç. E kuptoni që thëmë, 62 vjeç. Janë dhe 2 vite të tjera punë, mbi ata të cilën ishin mësuar deri tani. Dhe mos mendoni fare që burrat dolën të fituar nga kjo histori. Sepse po ta lexosh mirë lajmin, thotë që burrat nuk e rritën moshën tani, por rritën vitet e punës. Nga 1 janari 2026, një burr duhet të ketë 39 vite punë në Shqipëri. E kuptoni që thëmë, 39 vite punë gati më shumë se gjysma jetës. Që ta dini ju, kjo nuk është një reformë që po ndërmerret sot, po ka filluar që nga viti 2015, dhe çdo vit shton nga 2 muaj sot, 2 muaj vitin tjetër, dhe ja ku jemi sot me këtë lajm të ri. Sipas i lajmi që po lexoj, thotë që gratë shqiptare do të shkojnë gradualisht në moshën 63 vjeç në pension, ndërsa burrat me kalimin e viteve deri në moshën 67 vjeç. Pra besoj e kuptoni që pensioni po bëhet si një gjë e largët, si ai mirazhi që e shef po nuk e arrin dot. Dihet botërisht që pas viteve 90, shumica e shqiptarëve nuk i kanë sigurimet e sakta, kështu që do kenë probleme me pensionin e tyre.